Ngërçi politik në vend pas zgjedhjeve të nënteshkurtit ka ndikuar në punën e gjysmës së agjensive dhe institucioneve të pavarura, duke i lënë pa borde aktive apo më numër të redaktuar. Për këtë shprehu shqetësim në seancën e së dielës edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. Në mungesë të një kuvendi funksional, gjatë këtyre muajve janë edhe 33 agjensi dhe institucionet pavarura shtetërore që kanë mbetur pa mbikëqyrje institucionale. Kjo ka krijuar vakum drejtues, vonesa në vendimmarrje dhe rrezik në zbatimin e politikave publike. E për këtë çështje në korrekt kishte ngritur shqetësim Instituti i Kosovës për drejtësi, duke renditur institucionet që ishin paralizuar dhe ato që pritej të mbeteshin pa bord aktiv. Gzim Shala nga ky institut thotë se jo vetëm kjo legjislaturë është përgjegjëse, por edhe e kaluara. Një pjesë tjetër e institucioneve janë duke funksionuar në përbërje jo të plot, mirë po nëse vazhdon kjo situatë, numri i institucioneve të cilat do të defunksionalizohen tërësisht, vetëm se do të rritet. Edhe në situatat kur institucionet funksionojnë për shkak se kanë numrin e nevojshëm të anëtarëve që përbëjnë quorumin, prap vendimet janë më legjitime nëse merren në përbërje të plot. Edhe nga instituti tjetër GAP thonë se edhe nëse funksionalizimi i agjensive dhe institucioneve do të bëjë shpejt, prap do të vënojë mbushja e pozitave që kanë mbetur vakante, e që po ndikojnë në jetën e qytetarëve dhe llogaridhënien e tyre. Kosova ka diku rreth 70 komisione, agjencione, institucione të pavarura, të cilat varen nga vendimet e ekzekutivit dhe legjislativit, por të emëruar anëtarë përkatës në bordet të këtyre institucioneve. Dy kontroll të tri për këtyre institucioneve dalin që nuk i kanë të formura krejtësisht këto borde, disa i kanë jo edhe jo funksionale, por rrjedhoj natyrisht që secila për këtyre agjencioneve ose komisioneve ose institucioneve ka impakt drejt për drejt në funksionimin e mirëfillt të shtetit Kosovës. Sipas IKD-s, në mesin e institucioneve që po funksionojnë me mungesat e anëtarëve ose janë jo funksionale për shkak të mosveprimit të kuvendit, janë gjykata kushtetuese, organi shqyrtues i prokurimit, institucioni i avokatit të popullit, Këshilli i pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil të Kosovës, Autoriteti i pavarur i konkurrencës, Bordi i Kostit, Agjencia Kosovare e Privatizimit e shumë të tjera, mandati të cilëve do të përfundojë ditëve në vijim.